Mirëmëngjesi. Kena arrit te dita fundit. Jam nis në drejtim Mhamdi, I kena një 70 kilometra. 11 I kum bote I tash. Nuk është rrugë e zashme hiç. S'kena në alësi për me hyp plus minus 100 metra. Do më thonë kajt rruga është rafsh. Tjem rami ka ra shumë shi. Nuk ka mush janë një do rrugë jam mush me uj. Ama sani mirë është, shka shumë flat. Që tash I kam një, ose I kena një 17 gradë. Do më thonë është temperatura perfekt për mi ngrojt bicikles. Që shtu të knena tash jena alone për male. Që tash kena me hiq shtu në midis që të aty në maleve. Atër ka me ardhë një vend një 30 kilometra që shtu të oase. E mas kësaj kena me dojnë Sahara. Për sot e kum vesh një shami tradicionalet Arabve. Në thonë Arab Marokan këtë e kanë të njëjtën. Kundër plunit, kundër nxemjes. Zecë është njëherë për njëherë, pluhën s'ka. Ama mirë për duket. Edhe këshyim ta që shtuket mas maleve knena. It's just this. It is so like this. Two. This is the one. The next one after. Yes. Kilometers. And how deep is it? Where are you going? Hamid. Hamid. Yeah. You can go from this way. Okay. Left direct. You go to Tsagonis after Hamid. Oi, no problem. Okay, thank you very much. Have a nice day. Bye bye. Okay, plan B. Duhet me shku tash me marrë një rrugë tjetër. Se që kjo rrugë që kënena kem shelme. Për shkak që ka ra shumë shi, shkak ka mush me uj. Dhe shtu me marrë rrugën kryesore. Unë s'kum dash me marrë rrugën kryesore për shkak kjerrave. Ama s'ki shka me bo. E marrë në qatë rrugë. S'tut me na ta shumë akat. Ama tash e këshyrim. Shihemi. Pausa vogël e parë për sot. Këtë rrugë tjetër shesh ka e kena rrugën kryesore, duhet me hyp që aty e kena një 200 metra të nalt. Shesh jam të hangër chips, një Coca-Cola, ice cola strong, ama nuk është ice, është pak e nxehtë. Te që është super ku kalu, ka pak frymë ama nuk është problem. Shka ku marrë tje vesh, ja ka një shtu me mtal ethet. Ato prej ftoftit, shka u kalo trupi prej stresit, se di po shnosh. Që shtot, qëto është bicikla, është një farë shupe, shka e kum qetë qëto vanin, mrena sfëtu me hin hije se pak kërdit. Mas kësaj pausës një 5 minuta, 10 minuta, një sat jen alt. Se pyt ti kush vetin qysh është rjeti këtu. Super. Me ju tregu të vërtetën, vetëm një 2-3 vene s'kum pas internet, se këtu ki internet super. Se di apëshin që atë janë janë antenat. Këtë rrugë, kënjena shka kum kalu. Që se si jam konë rrugë kryesore, jam konë afer rrugës kryesore, e pas shtoher rrugë kryesore jam konë antenat e internetit. Do më thonë, gati qëtoher, vetëm ne për male s'kum pas rjet, ama kështot qëtoher kum pas rjet.
malin e parë e ka përcym. Që tash kena arrit me një vend që ka përduket shumë njëjtë si qatë vend ku jam konë dje dhe sot. Sheshi kena vo 4 kilometra. I kena dhe një 35-40 që atë rejtim që anena. Du të një mal me ka përcym. Atëre mi rina Muhamit. Temperatura është 28 gradë. Ama se dia është ama 28 gradë se ku të cedë kjo navigacion për shkak diellit mund të me tregu shka është dhe kapim. Tje kur ka tregu 37 gradë, mus mu ka duk hesh ka u konë si 37. Pale në konë janë 30-32 maksimal. Ama kështë se shish problem. और désert. Oui. Hop. Mritëm në Saharët Esër, shkretëria Saharës. Këto shkapëshini këto mrapa, këto janë dyne, i thush qërmanisht, shqip nuk e di që i thush.
Janë shumë të vogla se është të fillimi Saharës. Sa më thellë shka hini anena qaq më të mëdhaja. Une e kun kry këtë adventur, kon dita fundit, kun kalu shumë mirë. Prej ditës parë deri dita 6 qëta shka i kun po. Edhe njerë shka i kun taku, kon e për mu shumë sani mirë. Do më thonë njerë shka i kun taku këto Marokant, shka janë shumë tashëm, njerës shumë tashëm. Ata dy Gjerman shka i kun taku, Matias edhe Fabian. Natura fenomenal, se kini mundësi hajteni në Maroko, është naturë s'mundi me marrë me mend. Prej qelprimit në përmale, por koha kaltërt, do më thonë, kur është koha mirë, i kinë qyrat shumë intensiv. Edhe deri këto Sahara. S'kam kur qa. Kapa kamerën dorë se është u fry qëtash, ja ka nis me fryje për mësot kamera, se si përsheni këto, është zali, e s'kam ku me stabilizu. S'pëtu me s'ka shumë, falemderit shumë shka i keni këshyri këto video të mija, u konë hera parë për mu, kur s'kom po video ma për para. Inshallah ju ka pëlqy, shkruni në komente, shka do një me thonë, e di shka ka shumë sene për me i përmisu, e di ato, se edhe unë duhet më mësu. E di shka sti me folë mirë shqip. Ka shumë fjallë shka ja më shtjelë në goj. Ama prapë se prapë falemderit shumë edhe kaloni mirë.